është prish. Se vjet problem për rrusha. Ka prish ftofti ngrica. Ti pas bujkut travecit 80-90% është prish. E ka tha. Ngritët që ishin si vjet është problem për rrush. Komuna Rahovecit i mbulon 2400 hektar nivel Kosovës, sa janë përmi 3200. A dhe pëm ti ka prisha? S'ka, këtë një ka po shkru. Po, për kënej pranvera ma hershme. Për zvet. Kjo pjesë e ka lartësin bidetare ma poshtë. Për ato është pranvera ma hershme në Kosovë, po në Shqipëri është edhe ma hershme. Edhe që është prilli që pat por, e ka zonë këtë pjesë rrushin. Sa ka njës dhe më thënë e ka dëmtuar. Edhe pëmët, sa kanë krastit e kanë nëreq, vujqit. Ja. Që tu pas ka qitë pa kjo dëmtune, më thënë pjesë e madhe, është dëmtu. Plakat e prillit. Shë ka tha, ka. I punun si mas miri. Kjo është rrushin Cunga, një nga llojet e rrushit që e pëlqej mas shumti. Ka dëmtu edhe këto. Sa mire ka punu. Diçka pas ka shpëtu po pak. I ka sakatuf moti i ftoftë që mbërtruj me 6 prill bujqit. Patatët që i ka zonë pjallër, ato i ka prish. Që në këna dy bujq duke lidhët i shojnë. E ky rrush pas ka shpëtu pa ka shumë në krahasim me tjerët. Edhe janë duke lidhë mirë, po ende është rrezik me këtë veri që po frynë pina i ftoftit tjetër. Inshallah mon moti nuk na ndodh prapë si me 6 prill. Ky që ka ma nivel pas ka shpëtu ma shumë, ka qenë ma vonë. Ka diçka. Që këtë toki ka qitë. S'ka asë një kumbët ftofti. Ja dhe një rresh qeter. A është rrezik mu prish prap me qëtë motë? Ala rrezika? 80%. Po dhe 100% do shorë të më të Po që kanë qenë ma herë, të më thonë pjeshka ala por rrezik i ende. Që ka qenë ma herë, ta i rejtë është. Si ma i... Ma i herë. Ajo 100% i prishë. Kur në gusht ja filloj me vjeli. Po, do më thonë. Ky lloj muskati italian, ha? Ky pas ka fshtu ma shumë. Si pas tynve punëtorëve, ky hresht për mbi 30 vjeçar është. Valo, flamur. Ki i punun. E kjo është një parcel me qep, do më thonë qepën nuk i ka dëmtu ftofti, sepse qepën është mbilla vjesht, pranë verë veç po dalin. A rrushin patatët që kanë gruni veç o tip top. Ja, qëfar bukuri.
tjetër nga Roveci, vjeshka ka ende vor, edhe rrezik permanent që mos më na kap na i ftoft prap. Po inshallah do Zoti shpëtojnë. Që edhe vjeshka peje sa me na vor. Sortët që janë ma vumshme, ma nuk i ka dëmtu. Sortët e rrushit hershme, sa ka tu i ka, sidomos pjesën e Rovecit ka dëmtu ma shumë. Këmena pas kënë shpëtu disa. Që ky pas ka pështu pa ka shumë, a? Po, ka që ti.